Spektakli rinor Rin Show shënoi natën e 5 dhe të fundit të fazës së konkurimit mes shkollave, ku në skenë u ngjitën nxënësit e gjimnazit Themistokli Gërmenji, me performanca artistike që përfshin aktrim, muzik, kërcim dhe interpretime kreative. Të rinjt sollën një mbrëmje plot jetë dhe emocion, duke dëshmuar se janë një zë i freskët, i talentuar dhe me potencial të madh. I kam ndjekur të gjitha shfaqjet, i kam ndjekur të gjitha shkollat dhe kanë kaluar shumë shpejt këto ditët, këto 5 ditë. Kanë qenë shfaqje shumë bukura, kam parë gjëra vërtet shumë të bukura. Jo vetëm të shfaqjet që kishim ne, sepse edhe kërcimet i shikoja për herë të parë disa që i pa shumë më vonë, po edhe të shfaqjet e tjera kishte gjëra që do ngelen nga ky show. Atmosfera në teatrin Andon Zako Çajupi u mbush me duar trokitje dhe energji pozitive, ndërsa publiku përjetoi përmes çdo interpretimi frymën ngaruese dhe bashkëpunimin mes nxënësve. Ishte eksperjenca më e mirë, në fakt është viti imi 3 që unë marr pjesë në Rin Show, dhe duke qenë se keca eksperiencë 3 vite, këtë vit na ra një barë më e madhe dhe kërkojmë një fitore pas ca vitesh. Të gjitha disiplinat këtë vit ishin shumë mirë, që nga baleti, edhe kënga, sfilata doli diçka shumë e këndshme me një temë shumë të bukur dhe aktrimi kemi trajtuar një temë mjaft interesante dhe mjaft edukative. Në të njëjtën kohë dhe argëtuese. Kjo është një eksperiencë e paharrueshme. Çdo gjë, këto 2 muaj për ne kanë qenë shumë të bukura, ka patur lodhje, ka patur mërzitje, ka patur punë, ka patur nga të gjitha emocionet e mundshme dhe është një eksperiencë që nuk mund të vi prapë. Pas 5 netëve të mbushura me talent, art dhe emocion, Rin Show i afrohet kulmit të tij. Të dielën mbahet finalja e madhe, ku do të rikthehen numrat më të mirë artistik nga të gjitha shkollat pjesëmarrëse dhe do të shpallet shkolla fituese e këtij edicioni.